Përshëndetje shenja e demit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi 10 shpatat, faqja e shpatave, 4 kupat dhe 2 shpatat. Atëherë java nis me 10 shpatat, një simbol mbyllje i dhimbshëm. Ju mund të ndiheni sikur diçka ka përfunduar, mund të jetë një shgënjim, një tradhti, një lodhje psikologjike që ka arritur kulmin. Nga ana intuitive, unë ndjej që mund të jetë fundi i një bashkëpunimi. Por pas këtij fundi, dielli do të shkëlqejë përsëri. Faqja e shpatave tregon se pas dhimbjes ju nuk po dorëzoheni, përkundrazi ju po vëzhgoni, po hetoni, po analizoni, po përpiqeni të kuptoni çfarë ndodhi dhe pse. Pra duket sikur jeni pas kuintave dhe mendja juaj po bëhet aktive, por edhe pak e tensionuar. 4 kupat sjell një lloj mpirje emocionale. Ju mund të ndiheni të tërhequr, të painteresuar ose të mërzitur me situata që dikur ju emociononin, ndërsa 2 shpatat tregon shmangje, ju po mbyllni syt para një vendimi që duhet marrë. Duket se në narrativën personale ju po kaloni nga një fund i dhimbshëm drejt një faze reflektimi, por rreziku është që të qëndroni në mbrojtje dhe të mos lejoni veten të ndiejë. Prandaj kartat këshillojnë që ju duhet ta pranoni fundin pa u identifikuar me të, pra mos e shtyni vendimin që e dini se duhet marrë. Këtu jeni me 2 shpatat, e dini që duhet merrni një vendim, oktej. Pra mos u mbyllni emocionalisht për të shmangur dhimbjen, sepse qartësia vjen vetëm kur ju e përballoni të vërtetën. Kalojmë në familje. Në familje kemi 2 shkopinj, temperanca, mbreti i monedhave dhe 4 shpatat. Në familje energjia është më e qëndrueshme. 2 shkopinjt tregojnë plane për të ardhmen, ndoshta diskutime për ndryshime, vendime praktike ose organizim. Temperanca është karta e harmonisë, është major arkana e shigjetarit kjo kartë. Ju mund të jeni ura që lidh 2 mendime të ndryshme. Mbreti i monedhave sjell figurë stabiliteti, mund të jetë dikush praktik, mbështetës, ndoshta një figurë mashkullore e fortë ose ndoshta jeni ju vetë në rolin e shtyllës së familjes. 4 shpatat sugjeron nevojë për qetësi, mund të ketë një lodhje të akumuluar që kërkon pushim. Prandaj kartat këshillojnë që ju duhet të ruani ekuilibrin mes dhënies dhe pushimit. Mos merrni mbi supe çdo përgjegjësi. Ju jeni mbështetje e fortë, por edhe ju keni nevojë për rikuperim. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi kalorësin e shpatave, hierofantin, 6 monedhat dhe kalorësi i kupave. Kalorësi i shpatave sjell komunikim të drejtë për drejtë. Ndoshta ndonjëherë mund të jetë edhe e nxituar, pra kjo lloj komunikate. Mund të ketë biseda të forta ndonjëherë, mund të jenë të papritura apo deklarata që dalin me intensitet. Dikush mund të vijë drejt jush me vendosmëri, ose ju mund të jeni personi që kërkon përgjigje të menjëhershme, të vrullshme. Hierofanti flet për seriozitet. Kjo nuk është energji loje, është energji që pyet ku po shkon kjo lidhje. Për ju si dem, kjo është shumë e rëndësishme, sepse ju kërkoni siguri, strukturë dhe përkushtim. 6 monedhat sjell balancën e dhënies dhe marrjes.
Pra, apo jepni më shumë se ç'po merrni? Apo jeni ju në një raport të barabartë? Pra, nuk duhet të jepni më shumë se sa merrni. Ky është kuptimi i kartës së 6 monedhave. Kalorësi i kupave e zbut gjithë këtë. Kalorëse e sill romantizëm, ndjenja të sinqerta, ftesa emocionale që mund të jetë dikush që i bën ndaj jush ose ju ndaj dikujt. Ka potencial për butësi, për pajtim, për deklarime zemre, ndoshta pas një zënke. Dhe narrativa e dashurisë këtu flet se ju po lëvizni nga tensioni drejt thellimit. Duket sikur ka një përballje verbale, por në thelb fshihet dëshira për stabilitet dhe për drejtësi emocionale. Dikush kërkon qartësi, dikush kërkon ndjenjë. Pra, nëse jeni në një lidhje, kjo javë ju shtyn të flisni për të ardhmen, ndërsa nëse jeni vetëm, ndoshta mund të shfaqet dikush që mund të ketë dy energji, pra mund të jetë me mendje të shpejtë ose me zemër të butë. Ose mund të jetë një person që i ka të dyja këto energji, ose mund të jenë dy persona të ndryshëm me karaktere të ndryshme. Dhe si këshill nga kartat është që ju duhet të mos reagoni vetëm me kokëforcim tipike të demit. Duhet të dëgjoni përtej fjalëve, pra të kërkoni barazi, por të jepni edhe hapësirë emocionale. Nëse diçka ju lëndon, flisni, mos e mbani për brenda. Kalojmë tek puna. Në punë kemi faqen e shkopimëve, kryepriftëresha, perandoresha dhe djalli. Në punë, puna fillon me entuziazëm, që është faqja e shkopimëve. Faqja e shkopimëve tregon për ide të reja, dëshirë për eksplorim, ndoshta një projekt i ri që ju ndes. Për disa mund të jenë edhe flerte ose mesazhe flirtuese. Kryepriftëresha tregon se jo çdo gjë duhet thënë, sepse ka informacione që duhet t'i mbani për vete. Intuita juaj është shumë e fortë këtu. Perandoresha është energji krijimi, bollëku, edhe duket se ju keni potencial të rriteni, të tërhiqni sukses, të ushqeni diçka që do t'ju jap fryt. Por djalli paralajmëron përvarësi, manipulim ose lidhje toksike me punën. Mund të jetë stres, ambicie e tepruar ose një situatë që ju mban të lidhur më shumë nga frika sesa nga dëshira. Pra, kartat këshillojnë që ju duhet të dëgjoni intuitën para se të firmosni, pra para se të pranoni ose para se të përfshiheni në ndonjë gjë. Mos lejoni që ambicia ose frika t'ju kontrollojnë, sepse ju jeni më të fortë kur veproni nga vetëdia, jo nga detyrimi. Kalojmë në prizën Oracle ku kemi intuitën. Intuita, kjo është kartë që është thelbësore për ju për këtë javë. Intuita është busulla juaj. Ju tashmë e dini përgjigjen për çështjen që po ju shqetëson këtë javë. Thjesht ju po hezitoni ta pranoni. Paçim.